Libri të cilin do të doja të rekomandoja ditën e sotme për të gjithë ndjekësit e gazetës Tema, por jo vetëm, është Kujtime nga Eqerem Bej Vlora, një libër dhe një kronik e rëndësishme e ngjarjeve që kanë përfshirë kombin shqiptar midis viteve 1885 deri në vitin 1925. Libri nuk është i panjohur për lexuesin, por unë shpeshherë kam dëshirë ta sjell në vëmendje për shkak të rëndësisë mjaft të madhe që mbart kjo vepër voluminoze, por edhe kjo vepër e shkruar në një mënyrë mjeshtërore, ku Eqerem Bej Vlora nuk është vetëm një rrëfimtar në veten e parë, por është dhe një protagonist i rëndësishëm i të gjitha ngjarjeve, qoftë përpara pavarësisë, qoftë gjatë periudhës së pavarësisë, por qoftë edhe pas periudhës së pavarësisë deri në vitin 1925. Kujtime është një vepër që nuk mund të lexohet vetëm si rrëfim personal, por si pasqyrë e mekanizmave të pushtetit, elitave dhe mentaliteteve që ndërtuan dhe shpesh deformuan shtetin shqiptar. Eqerem Bej Vlora shkruan nga brenda elitës drejtuese, administratës osmane dhe më pas asaj shqiptare. Në faqet e librit shfaqen portrete njerëzish real, me ambicie, frikë, oportunizëm dhe iluzione, duke e kthyer tekstin në një kronik të gjallë të një shoqërie në tranzicion të dhunshëm. Libri nuk është një libër që idealizon, as një libër që mitizon, por është një libër që mbi të gjitha e sheh të gjithë këtë periudhë historike nga një këndvështrim mjaft realist, duke vënë në pa të gjithë problematikat, me të gjithë brishtësinë e madhe që kishte qoftë shteti i ri shqiptar, por qoftë edhe ngjarjet e caktuara gjatë kësaj periudhe. Nëse do pyesim në ditët e sotme se pse ka rëndësi mjaft të madhe leximi dhe njohja e këtij libri, kjo përtej asaj që ka të bëjë me historinë dhe me rëndësinë që ka e kaluara për të projektuar të ardhmen, do të thosha se pse disa prej problematikave që trajton Eqerem Bej Vlora në këtë libër, si kriza e elitave apo mungesa e shtetit funksional apo e kapja e këtij shteti nga një masë e vogël njerëzish në dëm të një pjese akoma më të madhe, disa prej çështjeve pra që trajton Eqerem Bej Vlora në këtë libër duke sikur janë aktuale edhe në ditët e sotme, dhe pavarësisht se ka kaluar një periudhë mjaft e gjatë kohore, duke sikur Shqipëria rikrijon dhe Shqipëria risjell në vëmendje të njëjtat problematika që ka pasur edhe në të kaluarën e saj. Pra, rekomandimi im për këtë fundjavë për të gjithë ata që nuk e kanë lexuar ende është Kujtimet e Eqerem Bej Vlorës, një libër i ardhur në Shqip nga Botime IDK. Është një libër i cili jo vetëm ka rëndësi për atë materialin e bollshëm historik me figura dhe me personazhe që tregon dhe që rrëfen për ta, por dhe mënyra e të shkruar nga Eqerem Bej Vlora është një mënyrë mjaft elegante, është një mënyrë mjaft e sinqertë dhe është një mënyrë të shkruarje e cila në fund të leximit të saj të jep përtej njohjes, të jep edhe një kënaqësi që ka të bëjë me estetikën.